Sezoni pranveror I kampionatit në ligën e parë të volejbollit për meshkuj do të fillojë më 24 janar në fazën e play-offit me ekipet që pretendojnë titullin kampion dhe fazën play-out me ekipet që luftojnë për mbijetesë. Federata e futbollit të Maqedonisë së Veriut tani më ka hedhur shortin për ndeshjet e play-offit dhe ato të play-out. Kjo do të thotë se ekipet kanë filluar përgatitjet apo do të fillojnë këto ditë. Kështu që klubi I volejbollit Shkëndija përgatitjet për ndeshjet e play-outit I ka filluar nga dita e djeshme dhe të njëjtat do të zhvillohen me intensitet të lartë, ku krahas seancave të rregullta stërvitore janë paraparë edhe 2-3 ndeshje kontrolluese. Sipas trajnerit Durim Luma, qëllimi I parësor I këtyre përgatitjeve do të jetë puna serioze me lojtarët e rinj të këtij klubi që të jenë të gatshëm për kampionatin 2026-2027. Kjo sidomos pasi që ekipi do shtojë në pjesën vjeshtore të kampionatit. Për fillimin e përgatitjeve, trajneri Luma tha se qëllimi parësor është rikuperimi I ekipit. Ne startojmë me përgatitjen e ekipit për gjysmë sezonin e dytë dhe qëllimi edhe synimi kryesor është që ekipin ta rikuperojmë pasi sipas mendimit tim ne dështuam në vitin 2025 me rezultatet që treguam dhe besoj se me këto përgatitje, me këto ndeshje që do të zhvillojmë në fillim të vitit 2026 do të mundohemi të përgatitim ekipin sa më mirë që këto rezultate apo këto rezultate të vitit 2025 t'i përmirësojnë dukshëm. Duke pasur parasysh se në këtë kampionat Shkëndija nuk ka gjasa për të qenë në mesin e ekipeve që pretendojnë për pjesën e epërme të tabelës, megjithatë është rast I mirë që t'u jepet hapësirë shpresave të këtij klubi. Lëvizjet lojtarëve nuk do të ketë, vetëm do të mundohemi edhe synimi ynë, edhe I kryesisë, edhe imi personal si kryetrajner, që t'u japim shansin më shumë të rive, pra do të aktivizojmë edhe 2 të ri të tjerë në gjashtin e parë dhe do të mundohemi që ato t'i përgatitim për sezonin e ardhshëm, që sa më mirë edhe sa më lehtë të inkuadrohen në ekip. Kurse sa I përket ndeshjeve kontrolluese, sigurisht se do të bëjmë 2-3 ndeshje, edhe pse afati është I shkurtër për sa I përket fillimit apo vazhdimit kampionatit, pra me 24 janar vazhdon kampionati, por ne do të bëjmë shmos që 1-2-3 ndeshje t'i bëjmë kontrolluese. Në garat e fazës së play-offit që fillojnë më 24 janar, takohen UGD Shtipi dhe Susheva, Strumica dhe Universiteti I Tetovës dhe Rabotnički Boreci, ndërsa në play-out takohen Liria Janta Volej, Makedonia Gjio, Vesna Probishtip dhe Shkëndija Skopje.